Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Po fillojmë me ligjëratën e 26 të shpjegimit të veprës Merak el Fallah, Sharh Nurul Idah të Imam Shurmbulalit. Në ligjëratën e kalume kemi ngel akoma të sendet ose gjërat të cilat veprimet të cilat e prishin namazin. Kemi ardhë të çështja wa yufsiduha dhuhuru awratun men sabaqahu al-hadath fi dhahiri ar-riwaya ولو اضطر إليه للطهارة ككشف المرأة ذراعها للوضوء أو عورته بعد سبق الحدث على الصحيح. Shpalosja e avretit nga prishja e abdesit që është bën brenda në namaz. Kështu është fi dhahir ar-riwaya. Dhahir ar-riwaya e dim kush janë. Walau ittara ilayhi lit-tahara, edhe nëse këtë ka të detyrueshme për shkak të pastrimit. Ke keshfil mar'ati dhira'aha lil-wudu, sikurse rasti kur gruaja duhet të shpalos pjesën e krahut, dhirajt, për të marrë abdes, au avratihi ba'da sabq al-hadath ala as-sahih, ose avreti i mashkullit pra i burrit, masi që t'jetë prish abdesi sipas mendimit të sakt. Ka dhe mendim tjetër. Gjatë faljes namazit, ndodhin raste që abdesi prishet pa qëllimin ton. Prishet abdesi pa qëllimin ton. Rrjedh gjaku. Kjo nuk është në komandën e njerit. Dhe është krejt tjetër kur ti e prish namazin, me ndonjë veprim tjetër, për shembull qeshja në namaz, ose e folmja në namaz, shkam varet prej teje, nuk është min avaret e semavije, nuk është prej atine që janë komandën dorën tonë, nuk janë raste aksidentale që pa dëshirën tonë, po janë me komandën tonë, këto kanë qëra trajtime, dhe prishja e abdesit pas dorë ti, ka trajtim tjetër të namazit. Thot, shpalosja e avretit, pasi që t'jetë prish kush? Abdesi. Dhe ti, duke marrë abdes, e shpalos avretin, prishet namasi. Prishet, mirë thash, namasi. Këtu, na vinë ato problemet e radhës, se prishja e namazit, ndonjëherë prishet aslu, prishet baza e namazit krejt. Kur prishet abdesin në namaz, pa dëshirën tënde, namazi jëtë de facto, ke fol 2 reqat. Reqatin e tret, tu qëndru në kom, është prish abdesi, kanë fillu me rrjedh hundë. Ti të shprish abdesi, është prishëm abdesi. Këto 2 reqat që i ke falë, këto nuk janë të prishuna. Sepse ato janë të faluna komplet me abdes. Ti të shprish qatë moment. Ti në atë moment, del prej xhamisë. Dhe në rastin e parë ku e ke ujin, merr abdes. Dhe kthehesh, vazhdon namazin, jebni, pra ndërton namazin tjetër, mbi atë namazin të cilin e ke falë ma herët, 2 reqat i ke falë ti. Tash, kur të kthehesh prej këtij rasti, kjo ka kushtet, tash në vinë kushtet se kur të trajtohet. Po, mirë po të shprish abdesi, reqatin e tret, ka,
ti ke dalë për jashtë, ke marrë abdes, nuk ke folë me njerës, s'ke bë muhabete, s'ke kry veprime tjera, ti në këtë rast trajtohesh sikur me qenë mbrenda namazit. Hala e ki hukmin, dispozitën sikur me qenë mbrenda namazit. Sepse ti kur të kthehesh masit marrish abdes, ti fillon namazin, jubna alehi, fillon namazin qati ku e ke lanë. Kjo është një lloj i prishjes namazit, kjo është prish namazi, po prish qati dhe ka ngel qati. Autori po thot, Shërbulali thot, dhahiri rivaje thot, nëse ke njeri që ju ka prish abdesi, masit që ju ka prish abdesi, ju ka shpalos avreti, ju ka dole avreti për jashtë, ju fësidu salat, ju ka prish namazi, po ashtu ashtu ju ka prish namazi, ju kanë prish ato 2 reqato, se kur të kthehet kita është duhet prej fillimit. E kemi të qartë këtë. Wa qira'atuhu lezimi i Kur'anit la tesbihahu fil asah. Namazin jo prish në që këtë periud, pra prej kur prishet abdesi, duke shku edhe duke u kthi leximi i Kur'anit. Leximi i Kur'anit, sepse ke leximi i Kur'anit në këtë rast nuk i konsiderohet adhurim, sepse nuk ka abdes, ka prish abdesin ki. Thot, la tesbihahu, por jo edhe dhikri ati, me thënë të shku, me thënë subhanallah, alhamdulillah, ku e diun. Jo edhe tesbih, fil esah, si pas mendimit, më të sakt do thot ka dhe mendime tjera. Ej kiraate men sebeku l'hadith halatu kaunihi dhahiban au aidan lil wudu. Pra leximi i Kuranit duke shku, me marr abdes dhe duke u kthi e prish. Wa itmamu salat lafun wa nashrun li itjani bi ruknin min al-hadath. Pra ky tash konsiderohet se është për kompletimin e namazit të tij. Wa makthuhu qadra adai ruknin ba'da sabq al-hadathi mustayqidan bila udhrin. Nëse prishet abdesi, dhe qëndron në atë gjenje pa abdes, pra, me abdes të prishur, qëndron në qatë vend ku është, kadre edhe i ruknin, aq sa kryet një rukën i namazit. Ka dalë gjaki, pe marrë si shembull, dhe ki e ka në dorën, do të ndalë gjakun, sigurisht, ose ma vonë e be shembull, jetë të falë në një pemë, ka ra një pemë krije dhe të ka qitë gjakin. Dhe ki qëndron në qatë vend, pra pa lëviz, pa shku me marë abdes. Kadra, aq sa kryet një rukën i namazit, mustejkidhen me vedije, edhe është i qutë, nuk është në gjumë, sepse nëse është në gjumë, i mund të qëndron. Për shembull, e ka zonë gjumin në ruku, e ka zonë gjumin në sejdë, edhe i ka rrjedh gjaki. Këti abdesi kur ju ka prish? Në momentin kur ka fillu me i rrjedh gjaki, po ki ka qëndrua se akon fjet, nuk e ka jetu atë punë. Kjo nuk merret parasysh sepse akon fjet, akon jo mustejkit, nuk akon zgjut. Bila udhrin dhe qëndron qatë vend pa arsye, pa pas ndonjë arsyetim, falau makatha li zihamin au li yanqata ri'afahu au nawmin ra'fin fihi mutamakkinan fa innahu yabni. Pra, nëse i ka dalë gjaki, e ka prish abdesin dhe ka qëndruar në qatë vend, sa kryet një rukën i namazit, pastaj ka dalë prej ati, ka shku, ka marr abdes, jestanifu salat, që duhet të përsërit namazin prej fillimit pra. Pse?
ka qëndruar në një kohë të gjatë pa arsye. Por nëse ka arsye ashtë të prit me ju ndalë gjaki, nuk ndalë gjaki ndoshta me njëherë, ose nuk mund del liziham për shkak kallaballëkit njerëzve, s'mund del në për njerëz, ose për shkak se e ka zonë gjumi, fa innehu jebni, ki ka nejtë qaqko, ki del, merë abdes, këthet u jebni alehi, e vazhdon namazin që ati ku ka ngell, ban binaje, pra ndërthon namazin, fillon namazin prej ati ku ka ngell, edhe deri në fund. Wa yarfa'u ra'sahu min ar-ruku'i aw as-sujudi sabaqahu fi al-hadath بنية التطهير لا بنية إتمام الركن حذرا عن إفساد به ويضع يده على ngrit është në ruku, është në ruku ose është në sejdë. Sabaqa fi al-hadath, duke qenë në ruku ose në sejdë, i prishet abdesi pa dashjen e tij. Ki duhet të ngrit kokën, duhet ngritet prej sejdës, duhet ngritet prej tejemumit. Por ngritjen e kokës prej rukuit, e ban me nijet të pastrimit, pra me nijet të marrjes abdes, jo me nijet që ta kompleton ruknin. Jo se po qohet, kur ngritet prej rukuit, nuk qohet me nijet se e betisa rukuit. Se tamam me kompletoru. Po qohet me nijet pastrimit, do thot marrjes e abdesit. Hadharan li ifsadi, sepse nëse ai mendon se qohet prej rukujt dhe se e kompletova sejdën, prishet namazi i tij. Namazi i tij është prishet, ma nuk mund la yubna alehi, nuk mund ndërtohet namaz mbi atë namaz. Wa yada wala anfi testatirran, e ndonë dorën do thot mbi hundë ose mbi ku e ka plagën për të mbuluat pjesën. Pra ku është dëllimi? Ka prishjet namazit me nijet të ikmal për të kompletu namazin. Ka një lloj i prishjes namazit, e prish namazin për të kompletu namazin, për të kompletu edhe ma fort. Për shembull, je duke u fal vetë, ke në xhami, edhe ke nis me fal farzin, drejt, çka do të tjetë. Në ndërkohë, je në ruku, je në tejatin e parë, tu fal farz. Në ndërkohë, vjen 5 vetë, vjen imami, formohet xhamati, për faljen e namazit drekës. Ti këtu, kryet 2 rekateve, jep selam, apo? Jep selam, i tash e prish namazin. Pse e prish namazin? E prish namazin për të kompletu namazin, për të kompletu me xhamat, për të arrit vlerë. Jo se ke ndonjë pengesë, ke diçka. Dhe ke prishjet namazit për shkak të pengesave që vijnë prej jashtë. Sikur kjo është prishja e abdesit dhe prishje nga ti që kanë varën, të cilën këto që kanë varën prej teje, këto duhet istinaf, përsëri namazi prej fillimit. Wa mujawazatuhu ma'in qariban bi akthar min safain. Nëse tu ka prish abdesit duke u fal, dhe ti ke dal prej xhamis, po shkon me marr abdes. Këto gjithmonë duhet të jemi të kujdesshëm se këtu zguxon muhabet të bësh me njerëzit. Dhe ke shkuën të qeshmja. Qeshmën e parë shka e ki, 5 metra prej xhamisë, prej derës xhamisë, themi, ose është brenda xhamisë. Qeshmën e parë, të uji i parë çka e ke detyrueshme me marr abdesin. Nëse te i kalon kronin e parë, qeshmën e parë, 2 safa më të tje, pa arsyetim, atëherë ti mund të marrish abdes dhe të falish namazin prej fillimit, por nuk prishet namazi, që të 2 rekat që i ke fal, nuk mund të bësh tebnie, të ndërtojsh namazin prej ku ke ngel, por detyrimisht duhesh. Pse? Sepse e ke vonu procesin.
Do thot ulematoj nëse janë 2 safa, nëse i përkthejmë në metrash, hajde del diko 2 metra e gjysë, 3 metra, 2 safa, sa vend morin. Por nuk ke të drejt ta kalojsh qeshmën e parë që të shkojsh te e dyta. Li ghairihi amiden me vujudi ale, pra nëse këtë e ban me qëllim, edhe me ekzistimin e mjetit për të marrë abdes. Për shembull, te kjo e para këtu ka ujë, po s'ka tas, s'ka ujë, ti e shef ujin, po s'ke të përdorish, s'ka mjet që mund të përdorish. Dhe shkon te e dyta, nuk prishet namazi. Nëse ti shkon me qëllim dhe ke mundësi këtu me e përdor, ose nëse kjo është mbyll, kjo është mshel, ti shkon te e dyta, atëherë nuk prishet, por nëse shkon me qëllim, atëherë ti mund të marrësh abdes. Mirë, po kur të kthesh për mu fal, la yubni alej, nuk mund të falësh mbi çast që e ke fal deri tash, por duhet ta falish vetëm dhe e humb, çka humb këto? E humb vlerën e xhamatit, e humb 27 derexhet, pa. Pra thot, ektheru min safejn, ma shumë se sa 2 safe, parafërsisht llogaritë 3 metra. وله خرج دلو وفتح باب وتكرار غسل وسنن الطهارة على الأصح وتطهير ثوبه من حدث وإلقاء النجس عنه. Këtu thot hin ketë këta, të qeshme e parë. Ki shkuon, dera është mshel, ti e ke qelsin, e hek dorë, e hek qelsin, e qel derën. Këta në ketë veprime, apo? Edhe pse thamë se ki ala e ka hukmin, se është mrenda namazit, se ki nuk lejohet muhabete, nuk lejohet bën veprime. Qelja e derës, lëshimi i qeshmës, larje e durve, krave nga 3 herë, gjymtyrve, këta në ketë shumë veprime janë, apo? Kretë këto shka janë, pra, abdesin e merë duke i kompletu sunetët e abdesit. Sepse këto nuk ndikojnë në prishjen e namazit. Ose të ka ra një gjatë udhës, prej asaj që të ka prish abdesin, për shembull gjaku, ka ra në tesha, duhet edhe atë me pastruar, nëse duhet ka ra diçka, do një ndyrësi tjetër, krejt këto janë çështje të cilat nuk e prishin namazin, por mund që personit të kthehet dhe të vazhdon namazin aty ku ka ngelur. Wa yufsiduha, pra salat e prish namazin, khurujuhu min al-masjidi yadhunnu al-hadath li wujudi al-manafi bi ghayri udhrin. Njeriu ka shku në rukun se është në kam, edhe e rrjedh diçka të hunda. Shembull, edhe ki e kap hundën, edhe del prej xhamisë duke mendu se i dhunnu hadath, duke mendu se ju ka prish abdesi. Kur ka dalë është xhamisë, se nuk ka gjak, nuk ju ka prish abdesi. Këti vërtet nuk ju ka prish abdesi, por ju ka prish namazi. Këti nuk ju ka prish abdesi, por ju ka prishën namazin. Pse? Sepse ki ka bo li vujudil menaf, ka pra veprime, ka bo veprime bi ghairi udhrin, pa arsye. Dhe veprimet pa arsye në namaz e prishin namazin. Këtu thot, vë khurujuhu, çfarë preciziteti të regon kitash. Po e lexoj edhe një herë fjalën që ta kuptoj më qartë. Vë yufsiduha, yani haja damiri kthehet te namazi, yufsiduha as-salat. Khurujuhu, yani el-musalli, namazlia, dalja namazliut, min el-masjidi yadhunnu al-hadath, duke mendu se ju ka prish abdesi. Li vujudul menafi bi ghairi udhr. Kur ka dalë për jashta, e ka pase, nuk ju ka prish abdesi. Këti i thot ju ka prishën kush? Namazi, sepse ka bo veprime të cilët janë në kundërshtim me namazin. Veprimi që është kundërshtim me namazin, këtë rast është dalja e ti nga xhamia. La idha lam yakhruj min al-masjid. Po nëse ka menduar se ka gjak dhe
i ka kalu safët, hala pa dalë për xhamia e ka pa, se s'është prishje namazit, nuk i prishet namazit, sepse tash është akoma mbrenda xhamisë, po la idha lam yakhruj min al masjid, nuk i prishet namazi nëse nuk ka dalë nga xhamia, au i dar, au il bejt, au il gjebbane, pra, nëse s'ka dalë prej xhamis, ose është tu falë të shpia, nuk ka dalë prej shpijës, ose xhebbane është vend në hapësirë, në shkretin, ose në hapësirë diku, ku është përcaktu për namaz. Jo që e ka përcaktu dikush, nuk është musalla. Musalla është në përkatunde, në përqytete, ku falet namazi i bajrameve. Për shembull dihet, filan katundi, filan xhamati namazin e bajramit, e falën që këtë livad dikun, që këtë vend ku është i lirë, ku e diun. Xhebane, që t'ja ubi një shembull. Ki thot fi Sahra, për nuk është punë vetëm Sahra. Kemi shku 10 vetë për shembull në ekskursion, kemi dalë dikun në mal. Edhe atje ndërkohë ne bëjmë mohabet, bëjmë ligjërata, shpjegojmë sende. Po çati një vend kemi caktuar për me falë namazin. Çati të një listë, e kemi caktuar, kemi thonë që ke vendi që këtu do të falmi namazin. Që ki vendi pra është xhebane, që këti i thonë, vend ku falet namazin, po nuk është i përhershëm. Au musalla Eid, ose nga musallaja vendi ku falet bajrami. Thot nuk prishet namazi i këtine istihsanen. Çka do thot në aspektin e istihsanit nuk i prishet, e në aspektin e kiasit, analogjisë, duhet të prishet, sepse çka ka lidhje ki, a ka dal, a s'ka dal, ki ka bo veprime. Po istihsani, kush e di në usul fik, është një shkallë pak më e thellë se sa mënyra e kiasit, edhe kjo është lloji i kiasit, po është pak më i thellë se kiasi, dhe për fat mirë, istihsani përdoret si argument, edhe përdoret si argument istihsan me dhebin Hanefi, të me dhebet qera, istihsani përdoret si argument, për jo me emrin istihsan. Për emër s'ka, ama vepra, rregulli e përdorin. Kush ka mësu usuli fik, e din se çka është istihsani, edhe çka është kiasi. Wa yufsiduha mujawazatu sufuf. Te i kalimi ose kalimi i safëve, te i kalimi lëvizja e ecja në për safa. Au sutratehu, sutra, e dini çka është? E ai shkopi që e ka nu për para, ose një dru, ose një diçka, ose nëse e te kalon atë sutrën për para, shtu fal, e ka nu, nëse e te kalon ata, atër prishet namazi. Nëse shkon mbrapa, është kalimi i safëve shka i ka. Se ti kalon safët, prishet namazi. Gajrul mesgjit, pra sutra nëot jashtë atë xhamisë. E nuk nëot sutra në xhamisë. Po gaboj se kam pa diku, në xhamin safin e para i nën sutra. Dhe ati 15 metra duvari i naltë i xhamisë nuk i mjafton për sutra, duhet një shkop me nua. Kësë është mendje, së është logjik. Wa ma huwa fi hukmihi, pra gajrul mesgjit, pra nëse është tuke u falë sutra, nëse është tu falë jashtë xhamisë, au ma fi hukmihi, fi hukmi mesgjit, në dispozitin e xhamisë, pra musallaja, bejtje, shtëpia, vendi ku është caktuar. Kema dhe kërna, wa huwa fi Sahra, normalisht se këto i thojnë Sahra shkretin, se atje është shkretin. Wa in lam yakun amamahu safun au salla munfaridan, nëse ki nuk ka para veti saf. S'ka para veti saf, është i pari. Au salla munfaridan, ashtu fal vet. Wa laysa baynahu wa leysa bayna yadayhi sutratun,
اغتفر له قدر موضع السجود من كل جانب في الصحيح. Atëherë e ka të toleruar në 4 anët e tij që mund të banë lëvizje për të mos prish namazi, aq vend sa ku e nën ballin përpara. I jem kom. Sa në duhet 1 metër, 1 metër e gjysmë ku e nën ballin. Po edhe në këtë anë, në gjitha anët e ka qatë tolerancë të lëvizjes. Fa in të gjavez e dhalike, nëse te i kalon këtë kufi, pra, sa vendi që e nën ballin sejdë, bidhannihi l-hadeth duke mendu se, alo jemi duke mendu se, ju ka prish, lem jekun ahdethe, mirë po në realitet, nuk ju ka prish. Kema idha nezele min enfihi ma unë fedhannehu demen, i ka zbrit uj prej, i ka dal unë prej unës, po ki ka mendu se, është gjak, fedhannehu demen fesedet salatu, pra i prishet namazi, jepse ka dal diçka prej unës, por për shkak se ki ka lëviz, nëse është vet, llogaritet në 4 anë aq sa vendi që ka bërë sejdë. Nëse ka përpara safe, atëherë te i kalimi i safeve. Nëse ka sutre, shkopa po lisa po diçka, llogaritet çati vend kufini. Nëse ka xhami, është dalja prej xhamisë. فقد بقي فيها وإذا فرغ منها فله الخيار إن شاء أتمها في مكانه أو عاد واختلفوا في الأفضل. Nëse ki ju ka prish namazin, për shkak të prishjes së abdesit, ka dalë me morën abdes. Në momentin kur ka morë abdes, imam e ala është u falët. Apo? Imam e ala është u falë. Thot, felehu l-khiyar, ki ka të drejtë të zgjedhësh. Të kthehet në vendin ku akon dhe të vazhdon me namazin, po mund të falët edhe ati ku është, nëse është pra mrenda xhamisë, edhe nëse nuk ka diçka që e pengon lidhjen me imamin, rruga po diçka që. Ikhtalaf al-fuqaha, cila është më e mirë? Atë kthehet në vendin e vet apo çati? Thot dietarët kanë kundërthënie. Do thonë se me u kthi është më mirë, disa thonë se të falët çati është më mirë, mendimi më i pranuar dhe më i mirë është që të kthehet aty të vazhdon namazin për çka? Yani thot fi mekani uade ve ikhtalafu fil afdal. Të kthehet çati për shkak të vlerës së xhamautit. ويفسدها انصرافه عن مقامه ظنا أنه غير متودع أو ظانا أن مدة مسحه انقضت أو ظانا أن عليه فائدة أو أن عليه نجاسة وإن لم يخرج في هذه المسائل من المسجد ونحوه لانصرافه على سبيل الترك لا الإصلاح وهو الفرق بينه وبين ظن الحدث. Dëgjoni tash. ويفسدها, namazin e prish, insirafuhu an maqamihi, tërheqja e tij prej vendit ku është u fal. Një hap, dy hapa. An maqamihi, prej çati vendit ku është u fal. Dhannen an ghayru mutawaddi'in, duke mendu se nuk ka abdes. Këtash nuk ju ka prish abdesi këtij. Ke në moment, s'kam abdes. Dhannen annahu ghayru mutawaddi, duke mendu se nuk ka jekin këtu, nuk ka bindje se s'ka abdes. Ky dyshim se s'ka abdes. Ose duke mendu anë muddet e meshihi inqadat, koha e mesteve ka përfundu. E u dhanen anë alehi faite, ose mendon se e kam namazin e sabajt pa falë. Nëse është
sahibu tertib. Au anna alejhi najasatan, ose mendon se i ka radhë diçka në trup. Shembull, mendon se që këtë e ka një njoll ose në trup. Edhe kur e ka pa njollën, tërhiqet prej vendit duke menduar se është pa pastërti. Në realitet ai ka pi një langmoll dhe ju ka bën njollë atë, nuk është pa pastërti. Si shembull po e marr. Po ka lëviz prej vendit. Është largu prej vendit vet. Thot në këtë rast, fi hadhil mesail, i prishet namazi atij, wa in lam edhe nëse nuk ka dal prej xhamisë. Deri tash e patëm nëse i prishet abdesi. Ai nuk dishon se i prish abdesi. Ai e ka pa gjakën, ju ka prish abdesi, edhe ka dal. Ama ke vetëm dishon. Po të këti i prishet namazi. Li insirafi fi sebili terk la el islah. Pse i prishet abdesi këti? Ke namazi. Sepse ki po e len namazin li insirafi ala sebili terk. Po e braktis namazin, me njetë braktisjes namazin, jo lil islah për ta përmirësu namazin. Se ai çka ju ka prish abdesi, ai pa fol del prej namazit, ose ai çka kon duke u fal vend, del prej namazit për të arrit një vlerë tjetër xhamatit. Këti i prishit namazi. Wal farq bejnehu wa bejne dhanni l-hadath. Pra ekziston dallim esencial mes të atij shka që i kanë pri mend një moment se hop s'kam abdes, edhe në atij shka vërtet ju ka prishën abdesi dhe me një ngjarje që i ka ndodhur. Wal afdal istinaf khurujan min al khilaf wa amalan bil ijma. Tash ke krejt këtë shka i tham na i qatë poshtë. Kretë që kësa raste, që ka i përmendëm, këtë janë regullat fikut, apo? Wal afdal al istinaf. Istinaf është me fal prej fillimit. Khurujan min al khilaf. Për t'i hik, shife ku është këto që në mësojnë neve se ekzistimi i medhebeve është përçarje e ummetit. Çfarë argumentit fuqishëm ben kemi dy fjalë. Khurujan min al khilaf. Për t'ju hik kundërthonjeve, mos pajtimeve, më e preferuar është me e fal prej fillimit, jo me ndërtu ati ku ka met me namazin. Sepse binajetu salat, me ndërtu namazin, që të shka i folëm na ka dalë për jashta, ka mora abdes dhe ka fillu në qatin e tretë. Kjo është binaj salat. Këto janë medhebin Hanefi. Të Shafit s'ka kësi pun. Të imam Shafia dush, istina prej fillimit. Imam Shërumbulali thot, në këtë rast, edhe pse lejohet kjo, nuk thot kush se nuk lejohet, thot, më e preferuar është me e fal, jo pse për diçka tjetër, po për t'ju hik thashethanëve. Jo ke, jo s'ke. Dhe më e preferuar është për të fal amelen bil ijma, që të veprohet si pas konsenzusit. Nëse ka një mesele, cila është më efdal, është ajo shka është si pas konsenzusit. Mirë po kjo nuk e ndalon, nuk e pengon zhvillimin e mendimit në shkencat islame. Ebu Hanifja ka drejt mendon, Imam Shafia ka drejt mendon, Ebu Jusufi Muhamedin bazat e argumentit. Po, nëse vjen të praktika me thekst të veçant, në xhamatet e përzira, që ka dhe Shafia dhe Hanefia dhe Maliki, atëherë duhet me bë përpjekje imami edhe xhamati që me i trajtua se me ndjek sa më shumë rrugën e ijmait, rrugën e ku janë pajtueshëm. Krejt qëllimi është mos me bë firak, mos me bë grupacione dhe përçarje.
ويفسدها فتحه أي المصلي على غير إمامه لتعليمه بلا ضرورة. Me korrigju imamin, është ngatru imami, edhe ki i kallëzon, ki është u falë, edhe ki i kallëzon imam. Je imamit vetë, që trit imam, ki është u falë sënet, shembull. është u falë sënet ki. Atë të e falë farzin që ati. është u falë një namaz tjetër ki. Ta zom, kaza. Imami ngatrohet edhe ki e ndihmon. Pi jashtë stadionit ki jep gol. Kish ka jep prej jashtë, ju si dhe salat e prish namazin. E kemi qartë këtë. Bila dharurat. Wa fathuhu ala imamihi jaizan. Me ndihmuan imamin. A shka është mas imamit, është veprimi lejuar. Walau qara al-mafruda أو انتقل لآية أخرى على الصحيح لإصلاح صلاتهما فتمندهمو إمام أشت إليوما nëse ka lezuën ash për të lezu veni retë është të ka një shenë për të lezu ash sa është farz. Nëse aje ka lezu ashtë sa është farz imami, me cilën bëhet farzi, plotësohet farzi i leximit. Disa dietarë kanë thonë, tani ma, jo që ndalohet, nuk është e preferuar me ndihmu imamin, sepse imami nëse është i vetëdijshëm, edhe i shet se po ngatrohet, s'po e nxjerr ajetin deri në fund, ai ka të drejtë shkon drejt në ruku. Ama nëse është para kësaj faze, para kompletimit të farzit, atëherë duhet ndihmohet që të vim ta rregullojmë namazin, se u prish namazi i imamit, prish edhe jemi. Unë në këtë rast, si xhamat e mbroj edhe namazin e imamit, e mbroj edhe namazin tem. Ala sahih sipas mendimit më të saktë. Dhe unë mendoj që këtu edhe të përfundojmë, sepse këto minimumi edhe një ligjerat tjetër nuk mund t'i kryjmë këto babu ma yufsidu salat, çështjet të cilat e prishin namazin, po o yufsiduha tekbir, pastaj vinë do çështje edhe pak më të komplikume që duhet jemi pak më koncentruar, se pesho kemi fillu me hup koncentrimin. Kështu që vazhdojmë ligjeratën tjetër bi idhnillahi ta'ala. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم